Zonja dhe zotërin, përshëndetje, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmave këtu në Alpo Televizion. Me propozim të një grupi intelektualesh, Këshilli Bashkiak Gjirokastër ka vendosur që qendra kulturore të mbajë emrin e Musineko Kalarit. Nënkryetari i Bashkisë Saudi Sekote është shprehur se vendimi do të merret edhe në kuadër të 100 vjetorit të lindjes së shkrimtares e cila u persekutua dhe u dënua nga regjimi komunist. Me propozim të një grupi intelektualesh, Këshilli Bashkiak Gjirokastër ka vendosur që qendra kulturore të mbajë emrin e Musineko Kalarit. Nënkryetari i Bashkisë Saudi Sekote është shprehur se vendimi merret edhe në kuadër të 100 vjetorit të lindjes së shkrimtares, e cila u persekutua dhe u dënua nga regjimi komunist. Në kuadër të 100 vjetorit të lindjes personalitetes së shquar të botës shqiptare Musineko Kalari, Bashkia e Gjirokastër ka planifikuar një varg veprimtarisht dhe aktivitetes. Së pari, qendrës kulturore i është dhënë emri Musineko Kalari. Musineko Kalari si një nga personalitetet e shquara të botës letrare, të botës së shkrimeve kritike, të botës së studimeve, të botës së politikës, po pse jo dhe të botës së sociologjisë dhe kulturës shqiptare, përbën një fushë shumë të gjerë veprimi dhe studimi, jo vetëm për studiuesit në Gjirokastër, por për mbar Shqipërinë. Në këtë kontekst, një varg veprimtarisht do të zhvillohen në 11 shkurt dhe më pas me bibliotekën kombëtare janë planifikuar të zhvillohen disa veprimtari të ditës Musineko Kalarit. Bashkia Gjirokastër në bashkëpunim edhe me Ministrinë e Kulturës ka paraqitur një projekt mjaft interesant që shpinë e personalitetes së shquar Musineko Kalarit ta restauroj dhe ta rikthej në një qendër shumë të rëndësishme dhe të vizitueshme për vizitorët, studiuesit vendas dhe të huaj. Njëkohësisht, Instituti Albanologjik, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë kanë planifikuar veprimtari për studimin e veprës shkrimtares, publicistes, politologes Musineko Kalari. Ne mendojmë se kemi bërë shumë pak për të kthyer të gjitha të borxh këtij personaliteti të shquar, kësaj zonje të nderuar të Gjirokastës dhe pikërisht duke e përkujtuar në 100 vjetorin e saj, ne nuk bëjmë gjë tjetër veç se rikthehemi në kujtesën e viteve të shquara dhe të ndritura të Gjirokastës, rikthehemi në vlerësimin e gjithë atyre personaliteteve që kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për kulturën kombëtare. Është detyrimi të gjithë shkrimtarëve, artistëve, studiuesve, është detyrimi i këtij brezi që t'i kthej borxhin kësaj personalitete të shquar të botës shqiptare. Nuk mjafton vetëm të përmendet si nderi i Gjirokastës apo si një emër, por studimet për këtë shkrimtare, për këtë studiuese, për këtë kritike të botës letrare sapo kanë filluar. Unë besoj që kjo do të jetë në qendër, në fokus edhe të Universitetit e Qerem Çabej, me të cilën Bashkia e Gjirokastës ka një protokoll marrëveshje për zhvilluar aktivitete në vijimësi gjatë vitit 2017. Musineko Kalari shpjegatur në drejtimin e evidentimit dhe memorializimit të traditave tona në fushën e trashëgimisë, me botimet e saj të ndryshme, por fatkeqësisht rininë e saj e kaloi në kalvarin e gjatë të vuajtjeve. Forcimi i kontrolleve ndaj produkteve ushqimore të cilat importohen ndërmjet pikës kufitare të KKV-s do të jetë një nga prioritetet e Autoritetit të Kontrollit Ushqimor për vitin 2017. Në analizën vjetore të këtij institucioni është konstatuar se përgjatë vitit që lan pas janë kryer 7337 kontrolle, ku për 29 subjekte janë vendosur masa administrative. Forcimi i kontrollave ndaj produkteve ushqimore të cilat importohen nëpërmjet pikës kufitare të KKV-s do të jetë një nga prioritetet e Autoritetit të Kontrollit Ushqimor për vitin 2017. Në analizën vjetore të mbajtur në Gjirokastër, i pranishëm ka qenë dhe drejtori i vlerësimit të riskut Besnik Jakaj, i cili është njohur nga afër me rezultatet por edhe problematikat që has ky institucion. Pa diskutim, krahasuar me vitet e tjera, është rritur numri i inspektimeve, por edhe cilësia e inspektimeve për të garantuar në mënyrë sa më të mirë sigurinë ushqimore, pasi është një element shumë i rëndësishëm edhe në shëndetin e popullatës dhe në mënyrë të vazhdueshme ka ardhur duke rritur performanca e institucionit, por dhe cilësia e inspektimeve, bashkëpunimi me bizneset, ndërgjegjësimi i konsumatorëve dhe i bizneseve për të zbatuar ligjin, por dhe për të ndërgjegjësuar dhe konsumatorët që të jenë të ndërgjegjshëm dhe të përgjegjshëm dhe të vëmendshëm për atë çfarë blejnë dhe çfarë konsumojnë në familjet e tyre. Jakaj është dalur dhe në mjetet laboratorike duke garantuar pajisjen me aparaturat e duhura. Inspektorati i Sigurisë Ushqimore ka për hir të vërtetës mangësi në drejtim të automjeteve dhe të infrastrukturës tjetër,
duke marrë parasysh që kjo është përmirësuar në vazhdim, pasi ne kemi godinat e reja, laboratorët e ri që janë bërë me fondet të Bashkimit Evropian dhe shpresojmë që edhe element tjerë që i mungojnë të inspektorati të përmirësohen dhe të realizojmë në mënyrë sa më të mirë qëllimin tonë dhe të mbrojmë shëndetin e konsumatorëve shqiptar. Gjatë vitit të kaluar janë kryer 7.337 kontrolle, ku për 29 subjekte është vendosur masë administrative në total 2.279.000 lekë. Nga ana tjetër, nga drejtuesit e AKU është kërkuar edhe ndërgjegjësimi i qytetarëve mbi produktet të cilat ata konsumojnë, duke nisur që prej emballazhimit, afatit të skadencës e me radhë. Braktisja e fëmijëve rom të procesit mësimor pranë shkollës së bashku ka qenë një shqetësim për stafin drejtues, por një herazi edhe vetë prindërit. Një ndër arsyet kryesore mbetet sipas tyre lëvizja e familjeve rome nga njëri qytet në tjetrin, por një herazi edhe distanca e largët e shkollës nga banesat. Në një prononcim dhënë për Radio Televizionin Alpo, nëndrejtori i shkollës së bashkuar Ben Rexha pohon se puna në këtë institucion është tepër e vështirë, pasi përballen me mentalitetin e prindërve rom, të cilët vajzat i martojnë fare të vogla. Në bashkëpunim me aktorë e faktorë të ndryshëm është bërë e pamundura që fëmijët të vinë në shkollë, shton Rexha, ndërkohë që 3 fëmijë janë larguar nga shkolla. Përpjekjet e drejtorisë së shkollës, pohon ai, kanë qenë maksimale për të kthyer familjet rom në shkollë, por jo çdo gjë varet nga ne, duke shtuar se problem vijon të mbetet regjistrimi i këtij komuniteti. Duke njohur mentalitetin e prindërve rom, them që nxënësit në këtë shkollë vazhdojnë studimet deri në klasë 5. Si vjet ne kemi munduar që na gjithë këto kontingjente na vinë 6 nxënës rom në klasë 6. Po kjo është shumë e vështirë duke njohur mentalitetin e tyre, sepse fëmijët rom, vajzat sidomos rome, martojnë në moshë shumë të vogël. Prindit rom nuk kanë mundësi që t'i bien, duke qenë dhe largësia që ekziston midis shkollës së bashku dhe shkollës Andon Zako Çajupi nga Kuvaren. Ne jemi munduar që edhe me fondacionet e huaja, me Amorodromun, me Sevel Qirtën, deri sot kemi arritur të krijojmë këtë vit të krijojmë transportin e tyre, por vështirësitë janë të shumta, duke pasur parasysh anën sociale, anën ekonomike të rove, shtektimin e tyre nga një qytet në tjetrin, nga një shtet në shtetin, ndoshta edhe nga një kontinent në tjetrin. Ne kemi 3 fëmijë të larguar dhe ata kanë ikur në Greqi. Duke pasur edhe parasysh legjislacionin që nuk i detyron dot këta fëmijë të vinë në shkollë. Nuk ka ndonjë ligj. Ne kemi bërë përçarje tona, jo vetëm unë si edhe drejtoria e shkollës me gjithë drejtoreshën, jemi munduar që këta fëmijë të thithë mos na mungoj asnjë fëmijë. Duke pasur që ne kushtet më minimale për sa i përket një shkollë shqiptare, ne i kemi në maksimum. Nga ana tjetër, për prindrit shfaqet një tjetër problem të cilin e pohojnë përpara kamerave të televizionit Alpo. Sipas tyre ka shumë fëmijë që nuk shkojnë në shkollë dhe për këtë ata shprehin një sër problematikash mbi arsyet sepse fëmijët e këtij komuniteti nuk frekuentojnë e nuk janë pjesë e mësimdhënies. Sa fëmijë? 4 fëmijë. I ke çuar në shkollë? E kam çuar, po nuk duan të shkojnë. Pse çfarë thonë? Po do t'i lini fëmijët pa shkollë apo do t'i çojmë? Do t'i çojmë, do ikim andej në Greqi. Ku vete në shkollë? Ka frikë. Ka frikë në shkollë. Po pse ka frikë? Pa ne kush mësuar në shkollë. Di vjetë ai. Nuk di shkip. 7. Po nuk do ta çoni në shkollë? Po ta çojmë, ai ka frikë. Ka frikë. Nuk vetë, ne drugojmë, po nuk vetë ai. Të tjerë vajtën, këtu s'vajtën. Të gjithë vanë në shkollë. U s'vajtën. Me nga vash do ven, ku do ven? Do ven, ku do ven? Se këtu rojmë neve, ku do ven? Ja, neve e unë që jam tani nuk di të shkruan. Djemë të ata që janë kalamak të vend në shkollë të. Ti vjen keq nuk shkojnë në shkollë, çfarë do bëni? Çfarë do bëjmë? Ja, do ta hedhim. Të ven. Për të hedhim të gjithë, pse mos vjen? Pse mos të? Janë aq që djem pa në shkollë pa vajtur. Ça ven, ça s'ven. Mirë. 2 veta janë, 2 djem janë, një vajzë një vajzë. Pa shkollë. Pa shkollë. Çfarë ju kanë thënë? Na ka thënë që të vend të bëjnë në fillim ato vaksinat të fëmijëve, edhe të vend pranë shkollave këtu. Po pse nuk vjen fëmijët?
Po tani e shikon po shqipo bie ku do të grumullojmë. Ti grumullojmë, do ti çojmë aty, të organizuar. Ju jeni pro arsimimit, doni që t'i çoni fëmijët? Po si nuk duam, kush nuk gëzon. Të 3. Në të tretën. Di të shkruan shqip? Jo. Nuk di fare? Jo. Po 3 vjet në shkollë, nuk e mësuar? Jo. Po përse ve në shkollë, çfarë mësoja atje? Mësoja. Çfarë mësoja? Mësoja të A shkruaj? që ka qora s'ke? Jo. Po do të shkosh në shkollë? Nuaj, të shko nuk dua. Aj, nuk. 6 fëmijë. Sa? 6. 6 fëmijë. 3 fëmijë kanë në shkollë. 3 fëmijë kanë në shkollë. Ato të mëdha janë të martuar. Po. Ka banorë të tjerë këtu në komunitetin tuaj që nuk kanë çuar fëmijët në shkollë? Ka, shumica se vaqen në shkollë. Po vetë kemi këtë gjërat neve tani për shkakun, që ka shi, për shkakun si do shkon fëmijët në shkollë. Po si, po rrugës kemi këtë, ka do kalu fëmijët. Ja, detyrojmë ja ka makinën, do vetë ta marr djalin. Po si jam këtu, kush ta marr djalin në shkollë? Ja, ato probleme kanë fëmijët andaj si vetë. Edhe rruga përpara që ka këtu, ku do kalosh? Mo përpara s'kishim ujë. Do shkotin djali fëmijët në shkollë pa lar. Mo keq angëm në berë kishim mo keq, se fëmijët do vitin në shkollë. Do vetë fëmijët timë për turp, do vetë atje pa lar, pa gjë. Në shkollën së bashku momentalisht studiojnë 76 fëmijë të komunitetit të rom, egjiptian e të tjerë. Banesa Babameto në këto ditë të ftohta dimri vijon të pres turistë të huaj. Sipas tyre shtëpia karakteristike ofron mikpritje, ndërsa vizitat në monumentet e rralla të qytetit të Gjirokastrës janë destinacion i bukur për pushime dimërore. Banesa Babameto, një ndër monumentet e rralla të qytetit të Gjirokastrës, edhe në këto ditë të ftohta të stinës së dimrit, mbetet destinacioni i preferuar për turistët e huaj. Sipas të dhënave nga përgjegjësit e kësaj banese, turistët e ardhur nga e gjithë bota shprehin opinionit e tyre mbi bukuritë e rralla që hasin në Gjirokastër, por vlerësimin më të madh të huajt e kanë për qytetarët gjirokastrit, të cilët jo vetëm janë mikpritës, por njëkohësisht edhe të gatshëm për të ndihmuar në çdo situatë. Sidomos të vit, dhe në viti që kaloi pati disa rreshje dëbore shumë të problematike për turizmin, do thoja, lëvizjet kanë qenë prapë të mëdha. Kam parë shumë, përveç se këtu kam parë edhe në gjithë zonë e pazarit ka pasur lëvizje turistash, sidomos ne edhe për momentin tani kemi nga Australia tre dëftuar mund të. Edhe shoh që lëvizja e turizmit në të ardhmen njëherë ka një përmirësim shumë të ndjeshme. Kemi shumë gjasa që kemi shumë përmirësime turizmi në komplet Shqipërinë, sidomos këtë qytet me këto investime që po bëhen tani në zonën e pazarit, kemi një ngritje shumë të lartë të turizmit. Sidomos dimri ka qenë një vit shumë i mirë, sepse dimri zakonisht nuk kemi pasur fare turista dhe tani e shoh që ka lëvizje edhe dimrit, kështu që është një sinjal shumë i mirë. Pra më themi që është një turizëm gjithëvjetor. Po tani do të thënë sapo vjen e po ngrihet edhe për dimrin, ndërkohë që Behari është gjithmonë plot, por tani po fillon edhe dimri që ngrihet me lëvizje në turizëm. Janë dhe shumë të kënaqur, jo vetëm nga banesat që janë shumë të mahnitur, por edhe nga njerëzit. Kjo është edhe shumë e rëndësishme që gjelen të kënaqur nga njerëzit. Sot në banesë ishin akomoduar të huaj të ardhur nga Australia, të cilët shprehin vlerësimet maksimale për qytetin e gurt. Njerëzit janë shumë miqësor, madje dje kishte humbur edhe celularin, më tha edhe pse u gjit u larguan nga zona, dikush i kthyen mbrapa dhe i tha që kemi humbur celularin dhe ja kthyen. Dhe njerëzit janë shumë të ndershëm gjithashtu dhe qyteti është shumë mahnitës sot. Gjithashtu kam kohë, do të thënë po e shijoj këtu në Shqipëri edhe kam ndërmend të kaloj një kohë shumë të gjatë, sepse kaloj edhe shumë mirë. Sigurisht që mund të kthehem në një ditë përsërisht sepse para kaloj shumë bukur. Tashmë fal investimeve që po kryen në qytet si dhe ndërhyrjes në pazarin karakteristik, Gjirokastra do të kthehet në destinacionin kryesor të turistëve, të cilët do e zgjedhin qytetin jo thjesht në verë, por në çdo stinë për të shijuar në këtë mënyrë natyrën e mrekullueshme shqiptare. Operacioni koduar Liqeni, ndërmarrë nga strukturat e policisë së Gjirokastrës, ka bërë të mundur sekuestrimin e 34 lëndë narkotike kanabisativa, ndërsa është arrestuar në flagrancë 23 vjeçari Ervis Fezo nga fshati Dukaj i rrethit të Tepelenës.
Operacioni antidrogi koduar liqeni ka vënë pranga shtetasi Nervis Fejzo, 23 vjeç, banues në fshatin Dukaj të Tepelenos, pasi janë sekuestruar 34 lëndë narkotike e dyshuar kanabis sativa si dhe një armë zjarri. Mësohet se arrestimi i këtij shtetasi u bë pasi nga informacionet e marra në rrugë operative se ky shtetas posedonte lëndë narkotike kanabis sativa, është kryer edhe një kontroll në banesën e tij në fshatin Dukaj. Sipas të dhënave të policisë, në afërsitë e banesës së këtij shtetasi është gjetur një armë zjarri, si dhe disa thas dhe kartona të mbushur me lëndë narkotike me peshë totale rreth 34 kg. Materialet i kanë kaluar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Gjirokastër për hetim të mëtejshëm për veprat penale, prodhim dhe shitje narkotike, si dhe prodhim dhe mbajtje pa leje të armëve të gjuetisë sportive. Luftëtari vazhdon përgatitjet për transfer të mvlonjate. Përgatitjet të kulmuara dje me ndeshjen miqësore ndaj Butrintit ka rëshirë rezultatit 6-0. Luftëtari vazhdon përgatitjet për transfer të vlonjate, përgatitjet kulmuara dje me ndeshjen miqësore ndaj Butrintit. 6-0 për luftëtarin është mbyllur përballja me Butrintin. Në sfidën miqësore, trajneri Milikovic pa nga afër gjendje fizike dhe tekniko-taktike të tëtive në prag të ndeshjes së hënës. Si parin e fitores tenistike e ka hapur mesfueshori Behar Ramadani, i cili nuk gabon nga pika e bardhë. Goli i minutës së 10 u pasua me 5 rjeta të tundura. Në këtë sfidë nuk mund të mungonin dhe golat e sulmuesve si Reginaldo, Abazaj dhe Breku, ku dy të parët mbajnë firmën e shënimit të 2 golave. Në këtë miqësore, trajneri Milikovic aktivizoi dhe disa futbollistë të rinj, mes të cilëve prurjen e fundit atë të Marius Topit i ardhur me huazim nga kampionati helen. Fitoria e luftëtarit mund të fliste me tjetër gjuhë, por është gardiani i Gjirokasit Kristo Roko, i cili në këtë fazë të dytë do të mbrojë 4 këndori Sarandot, që nuk lejoi thellimin e rezultatit. Luftëtari do të udhtojë i plot drejt Vlorës, pasi dhe vlonjati Breku ka fshirë numrin e 3 kartonave të verdhë. Në këto momente do të ndjekim një blok informativ nga bota. Në takimin me presidentin Recep Tayyip Erdogan, kancelarja Angela Merkel i ka bërë thirrje për respektimin e lirisë së shprehjes si një vlerë themelore e demokracisë. Ajo shpreh se rëndësia e këtij parimi u dallua qartë edhe në tentativën për grup shteti, ku qytetarët u ngritin për të ruajtur vlerat në të cilat ata besojnë. Merkel tha gjithashtu se pjesë e demokracisë është edhe opozita. Nga ana tjetër, presidenti Erdogan u shpreh se vendi po përgatitet për të ndryshuar sistemin e qeverisjes, lëvizje që sipas tij do të sjellë një funksionim më të mirë për pushtetin ekzekutiv. Kancelarja gjermane Angela Merkel ka zhvilluar në Ankara një takim me presidentin turk, me të cilin ka diskutuar edhe çështjet më të ndjeshme, teksa u ka bërë thirrje për respektimin e një sër parimeve themelore të demokracisë, siç janë liria e shprehjes së mendimit, opozitarizmi, parimi i sundimit të ligjit e të tjerë. Në fjalën e saj, kancelarja gjermane u shpreh se gjatë tentativës për grup shteti, qytetarët turq dolën në mbrojtje të demokracisë. Megjithatë, ajo nënvizoi se pjesë e demokracisë është edhe opozita, e cila duhet të ketë liri për të shprehur hapur qëndrimet e saj. Nga ana tjetër, presidenti Erdogan deklaroi se po përgatitet që të aprovojë ligjin për ndryshimin e sistemit qeverisjes. Liderja e ekstremit të djathtë në Francë, Marine Le Pen, ka premtuar futjen e një takse të re për të gjithë personat e huaj të cilët duan të punojnë. Ne do të aplikojmë dhe do të kemi prioritet kombëtar mbi punësimin, një taks shtesë për të gjithë kontratat e reja për punonjësit e huaj, tha Le Pen për gazetën Le Monde. Në këtë mënyrë, një pjesë e personave do të kërkojnë të largohen sepse Franca nuk do të nxjisë më imigracionin, ndërsa për pjesën tjetër do të zgjidhen persona që përkojnë me disa kritera dhe nuk peshojnë në financat publike. Le Pen tha ndër të tjera se bota anglosaksion po zgjidhet duke ju referuar fitores së Trump dhe daljes së Britanisë nga BE. Ne jemi duke përjetuar fundin e një bote dhe lindjen e një tjetre, u shpreh Le Pen. Travis Kalanic, drejtori ekzekutiv i kompanisë Uber, ka dhënë sot dorëheqjen nga bordi i këshilltarëve të ekonomisë së presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Sipas CNN, dorëheqja e tij ka ardhur si pasojë e kritikave të mëdha nga ana e stafit të kompanisë, por një razjedhje të publikut pas miratimit të dekretit presidencial për ndalimin e migrantëve. Ndërkohë, pjesë e bordit të këshilltarëve është edhe Anton Musk, shefi ekzekutiv i kompanisë, i cili gjithashtu është shprehur shqetësimin e tij lidhur me dekretin e ndalimit të emigracionit të presidentit Trump. Bordi i këshilltarëve thjesht jep këshilla dhe pjesëmarrje në të dhe nuk do të thotë jesh në vendimet që merren nga administrata. Unë dhe të tjerë do të shprehim kundërshtimet tona për dekretin e ndalimit të migracionit dhe do të sugjerojmë një ndryshim të kësaj politike. Nga ana tjetër, kompania Uber, e cila drejtohet nga Kalanic, ka ngritur një fond prej $3 milion për të gjithë ata që do të kenë nevojë për ndihmë ligjore nga zbatimi i dekretit.
Shikues të nderuar, ka qenë gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirupafshim.